Mirë se erdhët të dashur, Demi në Letra Trofejnë, jam Diana dhe do bëjmë leximin e juaj të radhës. Sot kam zgjedhur një qortim për të gjitha shenjat, sepse ankohemi gjithkohës pa bërë asnjë ndryshim tek vetja. Çfarë duhet të ndryshosh tek vetja që jeta jote të ecë përpara? Ndonjëherë nuk është jeta ajo që na bllokon, të dashur demër. Është një zakon, një mënyrë të menduarit ose një vendim që vazhdojmë të shtyjmë. Është përditshmëria jonë, të dashur. Filloj me dyshin apo dy të zjarit. Fillon me një dilem leximi juaj, të dashur demër. Ky letër flet për dy rrugë, dy dëshira ose dy verzione të vetes që po përplasen me njëra tjetrën. Një pjesë e jotja kërkon të ecë përpara, të provojë diçka të re dhe të dalë nga rutina. Pjesa tjetër kërkon siguri, qetësi dhe të mos rrezikojë atë që ka ndërtuar. Dhe këtu lind problemi. Nuk je një njeri që merr vendime të nxituara. Kjo është cilësi, absolutisht. Por kur mendon një gjë pafundësisht, kujdesi kthehet në pengesë, të dashur Demi. Fillon të pyesësh veten, po sikur të mos dalë mirë, po sikur të mos humbas atë, dhe ndërkohë koha kalon. Ka njerëz që dështojnë sepse nditojnë. Ti rrezikon të mos ecësh fare, sepse pret momentin perfekt. Dhe ai moment pothuajse nuk vjen kurrë. Letra tjetër është N. Kjo letër të kujton se ke ndërtuar shumë gjëra në jetën tënde me durim. Ti nuk je njeri i improvizimeve, të pëlqen të shohësh gjërat të rriten ngadalë, por mbi baza të forta. Megjithatë, kjo letër të bën edhe një pyetje të vështirë. Për çfarë po kujdesesh kaq shumë sa ke filluar të harrosh veten? Mund të jetë familja, mund të jetë puna, mund të jetë një partner, një prind, një fëmijë apo një përgjegjësi që e ke marrë si mision. Je mësuar të jesh ai që mban apo ajo që mban gjithçka në këmbë, por edhe shtylla më e fortë qahet kur mban pesh pa pushim. Ka ardhur koha të kuptosh se kujdesi për veten nuk është egoizëm, Demi. Është mënyra e vetme që të kesh forcë të vazhdosh. Urtësia, wisdom. Jep ndjesinë se ke kaluar mjaft përvoja për të ditur çfarë funksionon dhe çfarë jo. Problemi nuk është mungesa e përvojës. Problemi është se ndonjëherë vazhdon të jetosh simbas rregullave që të kanë shërbyer dikur. Por jo më sot. Njeriu që ishte 10 vjet më parë kishte nevoja të tjera. Jeta jote sot kërkon përgjigje të tjera. Mos u kap pas asaj fjalës gjithmonë kam vepruar kështu, gjithmonë kam menduar kështu. Po mirë, edhe të ka quar aty ku doje. Të ka quar? Urtësia nuk është të përsërisësh të njëjtën formulë. Është të dish kur ka ardhur koha të ndryshosh atë. Mbretëresha e tokës. Ky letër flet për stabilitetin, paratë, shtëpinë dhe punën, jetën konkrete. Ti e vlerëson sigurinë më shumë se shumica e njerëzve apo shenjave të tjera. Nuk të pëlqen të ndërtosh kështjella në ajër, do prova, do rezultate, do diçka që mund ta prekësh. Por ndonjëherë kjo të bën tepër të kujdesshëm, Demi. Mund të refuzosh një mundësi të mirë vetëm sepse nuk është 100% e sigurt për ju. Mund të qëndrosh në një vend që nuk të lumturon më vetëm sepse është e njohur për ty. Dhe këtu letra të thonë diçka shumë të rëndësishme. Siguria nuk është gjithmonë për parim. Ka raste kur ajo që quajmë stabilitet është thjesht frikë e maskuar si logjik. Pra, është letra më e fortë e këtij leximi tuaj të dashur që thotë mendja dhe trupi. Tregon se je duke jetuar më shumë në kokën tënde se sa në jetën tënde. Mendon shumë, analizon shumë, planifikon shumë, por sa nga këto mendime janë kthyer në veprime, Demi?
Shpesh lodhesh jo nga puna, por nga pesha e mendimeve që mban gjithë ditën, gjithë kohën. Imagjinon skenar, parashikon probleme, bën biseda në mendje që nuk kanë ndodhur kurrë. Dhe në fund të ditës ndihesh i raskapitur, edhe pse nuk e bërë asgjë konkrete. Letra të thonë se nuk ke nevojë për një plan më të mirë. Ke nevojë të fillosh, sepse asnjë plan nuk funksionon derisa dikush ta zbatojë. Dhe prandaj, janë aty. Planet nuk janë të qëndrojnë në vend. Planet janë për t'ja filluar. Mbreti i ajrit kërkon pjekuri në vendimarrje. Mos merr vendime vetëm sepse je i mërzitur, mos merr vendime vetëm sepse je zemëruar, por mos e shty as pafundësisht. Ky mbret nuk udhiqet nga frika dhe as nga impulsiviteti. Ai mbledh faktet, mendon qartë dhe pastaj vendos. Këtë të kërkojnë edhe ty letrat. Mos prit që dikush tjetër të vi të jap përgjigje. Nuk do të vi kurrë asnjë. Ka një zgjedhje që vetëm ti mund ta bësh. Dhe sa më gjatë ta shtysh, aq më shumë energji do të harxhosh duke menduar për të, në vend që të jetosh. Të dashur demër, ky lexim nuk thot se të pengon forca apo aftësia. Përkundrazi, tregon se ke ndërtuar shumë në jetë fal durimit tënd, përgjegjësisë dhe këmbguljes. Por pikërisht ato cilësi po rrezikojnë tani të bëhen pengesa. Durimi po kthehet në vonesë, kujdesi po kthehet në mbi ngarkesë, siguria po kthehet në justifikim për të mos ndryshuar. Mendimi po zë vendin e veprimit. Mesazhi i këtyre letrave është i qartë. Nuk duhet më shumë kohë për të kuptuar çfarë duhet bërë e di tashmë. Të duhet guxim për të lëvizur, sepse jeta nuk ndryshon kur mendon ndryshe. Ndryshon ditën që fillon të veprosh ndryshe. Demi.